Aksidenti i rënd në Kanada humbi jetën mjeku dhe pedagogu shqiptar. Një mjek shqiptar në Kanada ka humbur jetën si pasojë e një aksidenti me makinë. Lajmin e ka konfirmuar vetë ambasada e Shqipërisë në Kanada, teksa ambasadorja Artemis Kostamalo kanë këshilluar familjarët e të ndjerit. Agron Alia shërbeu si mjek dhe profesor i asociuar në shkollën e mjekësisë dhe stomatologjisë Shoolwich në London, në provincën e Ontarios. Me dhimbje të thellë, mësuam lajmin tronditës për ndarjen e parakohshme nga jeta të Agron Aliajt, në emër të ambasadës Republikës së Shqipërisë në Kanada dhe në emrin tim personal shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes së Agron Aliajt për këtë humbje të pazëvendësueshme. Agron Alia është një figurë emblem e komunitetit shqiptar në Kanada, një profesionist i përkushtuar në fushën e mjekësisë dhe një njeri me shpirt fisnik që kontribuoi me dashuri, përkushtim dhe integritet në shërbim të njerëzve dhe komunitetit veçanërisht në Hamilton dhe London, aty ku dhe shërbeu si mjek dhe profesor i asocionuar në shkollën e mjekësisë dhe stomatologjisë në London, në provincën e Ontarios. Humbja e tij la një boshllëk të madh, jo vetëm për familjen e tij, por edhe për gjithë ata që patën fatin ta njihnin e ta vlerësonin. Në këto momente të vështira shpreh gjithë mbështetjen time dhe uroj forcë dhe durim familjes së Dr. Aliaj për të përballuar këtë humbje. U presh në paqe, Dr. Alia. Kujtimi për ty do të qëndrojë përgjithmonë në zemrat dhe mendjet tona, me respekt, mirënjohje dhe mall të thellë për njeriun fisnik, mjekun e përkushtuar dhe mikun e dashur që ishe, shkruan ambasadorja shqiptare.